Përshëndetje, ju përshëndes nga Saranda. E shikoni, jemi afër lëkurësit, edhe bëjmë një xhiro në rrotullim, pastaj u ndes dhe flamuri, u ndes dhe zjarri, për atë që duam të bëjmë ne, për atë që kemi dalë. Ne kemi dalë këtu me rastin ardhes se Belerit. Beleri erdhi në Tiranë, bëri çfarë deshi, tha çfarë deshi, iku shëndoshë mirë. Asnjëherë nuk ju kundërvën, nuk e shkëndërvën, por e keq është sepse e mbështeti Parlamenti Evropian dhe erdhi në siglën evropiane. Përderisa ai ka një fuqi të tillë që ta mbështesin të gjithë, unë rrugë tjetër nuk ndjej. Prandaj kam dalë këtu për të thënë dy fjalë, jo për intelektualët tanë, që ne i njohim të gjithë, që ata nuk reagojnë dhe s'kan për të reaguar kur kundër Belerit. Ata që e ndihmojnë dhe ata që bëjnë sikur e luftojnë. Por mua më vjen keq sepse Parlamenti Evropian gjen dhe çon këtu me siglën me flamurin evropian një kriminal si Beleri që ka vrarë njerëz, që ka djegur flamurin shqiptar, që ka bërë të 99.000 të zezat të Shqipërisë dhe një javë përpara, foli për Voljepirin dhe ai erdhi këtu dhe foli për të drejtat e njeriut, erdhi këtu dhe kërkoi universitete, një analfabet funksional dhe erdhi këtu. Prandaj un kam dalë këtu sot me flamurin e Bashkimit Evropian në shenjë, mos bindjeje, duke patur parasysh se çfarë ka ndodhur, që janë duke na bërë neve, duke na poshtruar me një harakat si Fredi Beleri që na ka djegur neve flamurin, unë do djeg flamurin e Bashkimit Evropian, këtu që ta dinë edhe ata se sa e rëndë është të djegin flamurin dhe të mos bësh asnjë veprim. Ja. Shikojeni? Kjo është veprimi që unë me këtë mënyrë ditë ju përgjigjem dhe do ju përgjigjem vazhdimisht njerëzve dhe qoftë edhe më të fortëve përderisa kërkojnë të na provokojnë në mënyrë të tillë kaq skandaloze, kaq agresive, kaq të pabesë. Asnjë njeri nuk ja ka patur për burg as Bashkimit Evropian as kërkuj që të na bëjnë një hatat të tillë, që një njeri si Fredi Beleri, i cili ka vrarë njerëz në Peshkëpi, ka akuzuar i kryesor për vrasjet në Peshkëpi, për Fatmir Shehun, për Arsen Gjinin, i kapur me armët e Peshkëpisë në Greqi, ka bërë burg në Greqi një vit dhe nuk janë përmendur akuzat e tjera që ka mohuar. Një njeri që ka djegur flamurin kombëtar, ka nxitur urrëtitjen etnike, është dënuar 3 vjet dhe kur puna nuk bëri asnjë ditë burg. Një njeri që është kapur duke vjedhur vota, duke bler vota dhe sot është duke u gjykuar në Strasburg me gjithë ato ngarkesë penale dhe kriminale që ka ai njeri, e sollën këtu për të na poshtruar, për të na nështruar me siglën e flamurin, me siglën e Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian, që unë pak përpara e dogja këtu në shenjë kundërvënie ndaj këtij karshilleku që na bëjnë. Son s'kam asgjë as me Evropën as me Amerikën, por kur na bëjnë gjëra të tilla që na lejojnë të na hipë përsipër një maskara, një harakat, një rufjan, një egërsir, një egërshan, një që s'ka lënë gjë pa i bërë këtij vendi, një Fredi Beler, unë nuk mund të rri pa reaguar. Intelektualët, pseudo-intelektualët, pseudo-politikanët, pseudo-patriotët, pseudo-aktivistët, asnjëri nuk reagoi. Mua këta bastardë, asnjëri në Shqipëri nuk më tha, ti laver, është Fredi Beleri në Tiranë, vetëm me kanë marrë telefon nga Amerika kur isha duke punuar në Zagori, isha bërë i bret, jam duke punuar dhe tani, për të marrë 2-3 lekë që të nisem për në Bruxelles, për të protestuar në Bruxelles do jem, se unë e di se ku është e keqja. Por asnjëri nuk më lejmëret. Më kanë lemruar dhe ju thash, unë jam në Zagori, unë s'kam makinë të dalë, duhen 8 orë deri 9 orë për të zbritur në Gjirokastër. Dhe bëri që Fredi Beleri, asnjë gjë në kam nuk e ra, tha çfarë deshi kundër Shqipërisë dhe kur puna u largua drejt Evropës, si pasha, kurse ne të nënshtruar si pulat e lagura i kemi mbetur nën kërcenimin, nën dhunën, nën terrorin e vetos greke. Prandaj unë gjithkush mund të nënshtrohet të presionit evropian apo grek, unë për vete kaq mund të bëj, kaq mund të them, kaq mund të bëj. Djeg flamurin në atyre që kërkojnë të me imponohen, kërkojnë të me vënë në qafë harakatë dhe kriminal të tillë që s'kan lënë gjë pa i bërë këtij vendi. Unë s'jam dakord, unë refuzoj. Në qoftë se Evropa është e tillë që ne duhet të pranojmë rufjan të tillë, renegat të tillë, agresor të tillë, vrasës të tillë, të nënshtrohemi vrasësve të tillë, atëherë më mirë mos t'i desemi, mos t'i afrohemi, mos t'i qasemi asaj Evrope. Kjo është një nëpërkëmbje e hapur dhe e vazhduar, jo vetëm e grekëve, por është e vazhduar e evropianëve dhe të gjithë të tjerëve. Nuk janë duke zënë, nuk po zënë mend.
nuk po na lën të lirë, nuk po na lën të qetë, duke mbështetur vazhdimisht ditë për ditë Fredi Belerin dhe duke nënçmuar rëndë në mënyrë të përditshme sistematike Shqipërinë dhe shqiptarët. Kaq.